Prej shumë vitesh në tregu muzikor dhe me një vokal fantastike me 10 këngë që mbajnë interpretimin e saj, Juliana Pasha është një nga këngëtarët më të dashura për publikun. Ajo që e bën Juliana Pashën të veçantë nga kolegët e saj është fakti se ajo këndon live dhe ditë ndez atmosferën kudo që është e ftuar. Por për të gjithave, ajo që ka më shumë kuriozitet në publik është jeta private e këngëtares, të cilën ajo mundohet të mbajë hermetike. Në fillimet e lidhjes së saj me Altinin bashkëshortin, Juliana tha se ka mbetur e tronditur kur mësoi se ai ishte i divorcuar, pasi nuk e kishte menduar asnjëherë që mund të lidhe me një djalë që vinte nga një divorc, por më pas kur e njohu mirë Altinin, ajo bind se ky është personi i dur për të dhe finalizuan dashurinë me martesë. Para një publiku të gjerë, ku Juliana filloi të performonte, bashkëshorti i saj kitarist i mori nga dora mikrofonin prezantuesit dhe tha: "Sot do ta bëj unë prezantimin e këngëtares dhe ju do të mësoni një gjë që nuk e dini për të." Po ftoi në skenë Juliana Llakaj. Spektatorët mbetën të heshtur dhe ai shtoi: "Ju e njihni bashkëshorten time si Juliana Pasha, por në pasaportë dhe në çdo dokument tjetër ajo mban mbiemrin e martesës, Llakaj. Pra, unë kam një propozim që nga sot në vazhdim ta thërrasi me mbiemrin që ka në dokument, Juliana Llakaj." Këngëtarja u vu në siklet nga ky prezantim që i bëri bashkëshorti dhe tha: "Jo, për skenën dhe publikun, unë jam gjithmonë Juliana Pasha." Ndërkohë bashkëshorti këngëtares vijoi të surprizoj publikun kur i tha: "Dua t'ju tregoj edhe një tjetër sekret familjar që ju nuk e dini. Në orkestër është edhe Elti. Elti Pasha është kunati im dhe vëllai i Julit. Ai është pjesë e pandashme e jona në të gjitha koncertet, por pak e din që ai është vëllai i Julit." Teksa buzëqeshte, këngëtarja ju drejtua bashkëshortit duke thënë: "Ke lënë ndonjë sekret familjar pa treguar sot? Mos vazhdo më se i ke thënë të gjitha."